është, kolegji Mogherini në Burg, ata të po çmontojnë. Kolegji i Europës jep në Shqipëri mendohet që maksimumi që mund të ketë 100 studentë në të gjitha vitet, në sensin bachelor e master. Kaq shkon numri i studentëve. Tani më thuaj ma një logjik këtu, si është e mundur që mund t'i kalosh t'i heqë 17 milion euro 22.000 studentëve shqiptar, 35 milion euro thot ndryqimi, për 100 studentë, që nuk janë as shqiptar. Më thuajt pak ti formulën ekonomike, nuk po futem në tjera parametra, shteti shqiptar që thot, unë po i largoj 17 milion euro, apo 35 milion euro, këtyre 22.000 studentëve shqiptar, dhe po ja jap 100 studentë, që janë këta 100 studentë? Që janë special këta? Vinë nga një planet XY? Tani ta dim... Këta janë shqiptarë që regjistrojnë aty, apo dhe të huaj dhe shqiptarë? Janë kryesisht huaj, 3-4 mund të ketë shqiptarë për çdo vit, nuk e di domethënë numrin eksakt, po janë kryesisht pagojnë, duhet kuptuar që kolegji financohet nga Komisioni Evropian, MEDEMEK përdoret për të përgatitur diplomatët e rinj në fushën e Bashkimit Evropian, por duhet kuptuar që është një nga 1000 universitetet që japin diploma të ngjashme. Pra nuk është universiteti më special. Keni parë ju në institucionet drejtuese të Komisionit Evropian, gjitha emrat, KOS, etj. Të kanë ndonjë diplomë nga Kolegji Evropian? Jo. I kanë marrë diplomat nga kolegje tjera ose universitete tjera. Pra nuk është një kolegj që është unik në botën e vet. Eton College, për shembull, aty dalin kryeministrat. Po nuk është unik në sensin diplomat të bashkimit në sensin të ligjit evropian, japin universitetet italiane, japin universitetet gjermane, japin universitetet franceze, japin gjitha universitetet, nuk është se është ndonjë gjë shumë unike këtu. Këtu e gjithë problemi është si është e mundur që shteti kalon 17 milion apo 35 milion euro si thot ndryqimi, ja u heq 22.000 studentëve shqiptar dhe ja u kalon 100 ose më pak se 100 studentëve të Kolegjit të Europës. Dhe cila është diferenca akademike, se fundi a fundit, unë thash, ata po përdorin ambientin e Universitetit të Tiranës, ku ka skandal më të madh. Një kolegj, tani duhet kuptuar, Kolegji i Europës jep diploma të lidhur me Bashkimin Evropian, bachelor dhe master. Njëta diploma ngjashme jep edhe Universiteti i Tiranës. Keni parë ju në një universitet në botë që të lejoj këtë konkurrencë pandershme brenda institucionet veta? Është juve të jepni tani studiet një televizioni tjetër. Dhe ti thoni hajde, në studiet tona më të mirë, ambientet tona më të mirë, na po japim dhe lekët, madje, çmenduria shkon dhe ajsta dhe rektori jep edhe çmimin honoris causa. Pra, rektori i Universitetit të Tiranës, domoni vjen Mogherini, i merr godinën, i merr parat, i merr dhe ambientin ku ndërtohet kampusi universitar i Universitetit të Tiranës dhe jep edhe çmimin honoris causa. Ku ka më budallën dhe idiot se këta? Okej. E kupton? Ku ka më budallën dhe idiot se, më fal që po flas, po më budallën dhe idiot se këta nuk ka. Në raport me shoqërinë, në raport me veten ata janë shumë mirë. Po, si këtë do të thoya, se kolegët nuk duhen as keq ato. Në raport me shoqërinë, ne duhet kuptuar që ata paguhen nga taksat tona. Dhe rrjedhimisht ka përgjegjësi ndaj neve, nuk ka përgjegjësi. Historia e taksave është bërë pak shumë. Mehmeti, çfarë dreqin po ndodh me Kolegjin e Europës? Ta nisim në mënyrë kronologjike, flasim për kolegjin. Të flasim çik për kolegjin. Se pastaj tjerat janë. Kolegji me sa pat edhe ju, me sa dat në erdhi fillimisht u quajt sikur do të ndihmonte bashkia. Sepse ishte zoti Veliaj fillimisht. Edhe ky një njeri që e di mirë akademizmin, që s'ka vetë asnjë diplomë, edhe e filloi ky i pari në histori. Pastaj u bashkangjitën ministrat e arsimit me radhë. Përfundimisht ligji erdhi në parlament. Ligji erdhi në parlament dhe për fat mirë unë kam qenë aty dhe kam nxjerrë proces verbale dhe gjithçka që ka ndodhur nga ligji.